Nëse nuk ka kandidaturë të dytë dhe nëse nuk konsumuan sumë të 3 rundër për president, cilë është interpretimi juaj çka e pret vendin nesër? Nesër shkohet zgjedhja automatikisht. Afatet kushtetuese ekzistojnë për një qëllim. Na thonë drejtësi kur humbet një afat, humbet një e drejtë. E drejta e kuvendit me zgjedh president konsumohet sonte në oratë 12. Nesër e tutje presidenti i Kosovës është e lirë me i thirr partitë politike dhe me caktu datën e zgjedhjeve, s'ka tjetër zgjidhje. Fatkeqësisht nuk të duhet kishim zgjedhje se njerëz janë lodhur prej zgjedhjeve. Definitivisht janë lodhur. Por këtu flitet vetëm për pozicionet e individëve. Prandaj kjo është situata. Deputete, shkurtimisht, kisha desha më një interpretim për juve, çka pritni me ndodhë nëse sonte nuk konsumohen 3 rundë për president, edhe nëse nuk ka një kandidaturë të tjetër për president për shkollit. Po natyrisht nëse s'ka marrëveshje politike për cilën Partia Demokratike e Kosovës ka bërë përpjekje tash e sa kohë, vendi domosdoshmërisht shkon drejt zgjedhjeve të reja. Do të thotë nëse deri nesër nuk i në zgjedhje. Absolutisht. Ja, tash jemi son solemne për këtë çështje prononcu dje, prononcu na më vonë.